Kapiteni i vllaznisë të futsal, Alcid Tafili, sapo është kurorzuar kampion i Shqipërisë në futsal dhe ka kupin në dorë, një gëzim e veçantë. Patjetër Tafili Patjetër një gëzim mjaft i veçantë sepse nuk ishte vetëm një finale, po ishte një rrugtim i gjatë me sfidat e veta gjithë vitin. Normalisht ka pas uljet e ngritjat e veta, ama qysh në fillim të sezonit synimi jonë ka kenë kjo kupë edhe ja arrit me qëllimit. Po, prandaj edhe dëshira e skuadrës tonë ishte mjaft e madhe sepse nuk ka ardhur kjo kupë në Shkodër, edhe doshim e patjetër, edhe gjithë djemtë siç pam edhe sot luftune për të arritë këtë kupë, edhe shpërblimi ishte i madh normalisht sepse është një gëzim edhe për ne, për familjarët tonë, por edhe për qytetin. Një karrierë gjatë Alcid Tafilit me futbollin e madh, po kjo kupë në krahasim me sukseset e mëparshme, sa shijon kjo kupë? Normalisht shijon çdo trofe me ngjyrat kuçeblu me stemën e vllaznisë janë të veçanta. Edhe kur nuk është arritur edhe më përpara ky sukses, atëherë është edhe mjaft edhe më i madh e suksesi për mua, por edhe për skuadrën. E dëshiroja normalisht një trofe sepse me një histori gac normalisht një kupë për këtë çuna, normalisht emrat e tyre kanë me gjithmonë të futsalla. Pas kualifikimit në gjysmën finale me flamurtarit, thatë që nëse vllaznia e madhe nuk e fitoi trofeun, do ta kompensoni ju dhe realizuat. Realizume, dëshira ishte edhe vllaznia madhe edhe vogël të arrishim të trofeo, por gjithsesi ne pam edhe presidencën sot edhe familjarët tonë, edhe kjo kupë është për gjithë ata shkodrant edhe gjithë ata që kanë pasion futbollin. Por përforcimet mund të jenë me pikatore, them drejtën, sepse ky grup ja ka dalë të arritë titulli dhe ky duhet respektuar sepse është baza e skuadrës. Por mund të kemi ndoshta 1-2 afrime cilësore, sepse edhe presidenca ka një projekt. Duhet bëjmë një performancë mjaft mirë në Europë, sepse nuk i takon vllaznisë të bëjë paraqitje ndoshta negative. Ne kemi synimet e qarta edhe për Europë, edhe duhet bëjmë patjetër performancë të mirë.